Qose gjithmonë e marrim mirë që nëse kjo është e saktë, se ne nuk e dim tani. Ne thjesht ta mençojmë, atë di prokuroria. Gjatë këtyre 12 viteve kanë qenë një seri biznesesh të cilat kanë qenë nën varësinë të drejt për drejt të funksionarëve politik. Kanë marrë urdhra edhe udhëzime edhe bizneset private? Po bizneset private. Urdhra nga kush? Po urdhra dhe udhëzime në mënyrën domethënë se si do të përfaqësoheshin si përballë administratës shtetërore, ashtu edhe përballë qeverisjes, ashtu edhe përballë organeve të fshehta të manipulimit të zgjedhjeve. Tash këto biznese janë të strukturuara jo vetëm nga bizneset në thojza të lidhura me Partinë Socialiste, por edhe me ato domethënë që janë të lidhura me Partinë Demokratike. Pra, do të them që ka një helmim provash domethënë nga kjo strukturë. Njëri helmim provash. Helmim provash. Po, helmim provash, se prish provat, po. Patjetër. Ti sa dhe gjysë përdor këtë frazën e helmim provash? Ne e përdorim, por në konotacionin e pavlefshmërisë sakte. Po jo, e thuan sa dhe gjyqin? Po në funksion të pavlefshmërisë sakteve procedurale është vetëm termi i parë sepse gjyqtari. Po dhe çfarë ndodh me këto biznese avokat? Po kjo është për publikun sepse ky nuk. Okej, çfarë ndodh me këto biznese avokat? Atëherë këto biznese gjëja e parë që do bëjnë relatimin e bilanceve dhe do deklarojnë edhe bilancet e dy fishta përballë organit të BKH-s, pasi siç e thash, çdo bizneset kanë një specifik të veçantë që çdo shumë përmi 1,5 milion lekë të vjetra, 150.000 lekë duhet ta arktojnë me bankë, çdo shumë përmi 10.000 euro ose 10 milion lekë të vjetra duhet ta raportojnë sipas ligjit për pastrimin e parave, edhe çdo kontratë me fryte duhet ta para deklarojnë përpara se të japi efekte në organet e administrimit dhe të pastrimit parave. Ku do të thënë drejtorisë në Ministrinë e Financave? Po patjetër. Të Ministrinë e Financave. Ti është drejtoria e pastrimit parave. Patjetër. Pra ka një burim të sigurt. Dhe në Bankën e Shqipërisë besoj? Po atëherë prokurori dërgon letër gjitha bankave me shkresë, me letërporosi edhe bankave të jashtme për të marrë informacion nëse Roland Qafoku, Ylli Kameri kanë kryer veprime. Mua mos më merr se shembull. Prandaj them që bankat janë minierë të dhënash. Pra, japin dhënat dhe korrespondohen dhënat. Bankat janë, në qoftë se domethënë unë jam me këtë që në qoftë se do ketë rrjedhje të dhënash apo do ketë diçka të rrezikshme, bankat janë bomë me sahat për të dhënat. Në ç'kuptim? Po se grumbullojnë të dhënat me detaje për gjithçka. A kanë ato të drejtën ta japin ose më saktë a i pengon një ligj ato? Jo, ato në qoftë se nis një hetim ose kanë patjetër kanë detyrë të japin në dispozicion patjetër. Çdo dokument. Gjithçka. Tani, parashikimi yt si përfundon Belinda Balloku? Parashikim thash. Atëherë, nëse për të gjetur se si përfundon Belinda Balloku, duhet të shoh fundin e kryeministrit. Pra, si mbaron mandati i kryeministrit? Ruan veten e vet. Po pra. Do presim deri në fund mandatit. Jo, si mbaron mandati, si mbaron sundimi i kryeministrit në gjithë këtë skakjer. Pra duhet llogarisim, ai e ka llogarit për vete, po duhet ta llogarisim ne. Jo, më shpjegojnë çik në Shqipëri se në strategjinë e udhëheqjes së Partisë Socialiste, në udhëheqjen e zotit Edi Rama, në funksion të qeverisë edhe në funksion të gjitha akteve, është shpallë që në vitin 2030 gjithë qytetarë shqiptar do kenë pasaportën europiane dhe është vendos identifikimi digital dhe kryerja e pagesave digitale për çdo shtetas në Republikën e Shqipërisë. Po. Ky është një qëllim final, jo vetëm i zotit Rama, por edhe i elitave financiare bankare. Çfarë ka me Belinda Balloku? Po prit për një sekond, ta marrojmë sepse ai ka gjithë në funksion. I shumë gjatë avokat se po bëjnë shenjë nga rregjet, po ngrenë flamuj të ndej. Belinda Balloku është në funksion të fundit të Edi Ramës, të heqjes dorë të dorëzimit të Partisë Socialiste dhe të pushteteve në mënyrë të kontrolluar nga sundimtari i skakjerës politike, legjislative edhe presidenciale të Republikës Shqipërisë. Si është fundi i zonjës Balloku? Zonja Balloku, në qoftë se thash opsione që në qoftë se do kaloj persona e tim dhe do jenë ngurmulluar patjetër prova, do kaloj person që do t'i komunikohet akuza, zoti Rama do ta lëshoj, sepse i duhet pushteti, i duhet pjesa e rinovimit të figurave të reja në elitën qeveritare dhe në një të ardhme jo shumë të largët, në 2027, unë parashikoj që Edi Rama të jetë presidenti i vendit, do bëhet ndryshime kushtetuese
dhe do t'jepen më pozicione ose si thonë. Atë që tha Lenz Vangeli me 7 vjet, mandat 7 vjeçar. Nuk e kam dëgjuar. Po e tha Lorenz Vangeli, e tha. Po, mendoj se po, edhe do forcoj pozitat me ndryshime kushtetuese, mund të kërkoj ndryshime kushtetuese, të forcoj pozitat e presidencës, të jetë vetë president, edhe të jetë një republikë gjysmë parlamentare, nuk e do më çdo gjë. Gjysmë prezidenciale. Gjysmë prezidenciale, kështu që unë mendoj patjetër. Do të thënë duke thënë që ne të kthehemi te ajo republika që kishim në 94 në referendumit zot Berisha? Ndoshta po. 94 po, se se mbajmë, kam qenë studente atë. Po, studentë, tamam. Po. Po.